Të nderuar shikues të RTS, selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Mirë se takojmë edhe sot në emisionin Në hijen e mëshirës këtu në RTI, ku për sot do të flasim për bujarinë në Ramazan me Hoxhë Vesel Sulejmani, të cilin e kemi në studio dhe do të jemi së bashku për minutat që kemi në dispozicion për emisionin Në hijen e mëshirës. Hoxhë, selamu alaikum, mirë se erdhe. Aleikum selam wa rahmatullah, mirë se jeta. Atëherë pra jemi të koduar të flasim për bujarinë në Ramazan. Që në Ramazan, para Ramazanin fakt është një shkollë në vete, mirë po pse Ramazani lidhet ngushtë me bujarinë? Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimet i takojnë vetëm Allahut subhanahu wa taala, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Ndërsa dua dhe përshëndetjet ja dërgojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, shokëve të tij, familjes së tij të ndershme, të gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Padyshim që Ramazani është një shkollë në vete, e cila na mëson mëshirën ndaj të tjerëve. Gjithashtu na i forcon lidhjet mes muslimanëve dhe po ashtu na bën që ndoshta ta jetojmë ato të cilën shumë njerëz e kanë realitet gjatë çdo dite jashtë Ramazanit, po edhe në Ramazan ndoshta nga uria e tyre. Kështu që Ramazani na bën që na me përjetu ato ma nga afër, në mënyrë që me na mësu që me qenë sa ma bujar ndaj tyre dhe mos mi harru edhe ato kategori të njerëzve. Po gjithashtu, është edhe shkollë vete për arsye që na jemi të porositur që t'i zgjedhim kohët më të përshtatshme për adhurime, në mënyrë që të arrijmë shpërblimin më të madh. Ramazani është prej kohëve të tilla. Zakonisht ka shumë kohë të cilat njeriu është më afër Allahut, për shembull në sejdë, ta shfrytëzoj kohën në sejdë për ta lutur Allahun për diçka. E kështu me radhë, edhe Ramazani ka kohën e vet, ku shpërblimet shumë fishohen. Prandaj është e udhës që njeriu atë bujarinë e tij apo çdo vepër tjetër të mirë ta shfrytëzoj në muajin e Ramazanit, në mënyrë që të arrijë shpërblimet më të larta, për arsye që kjo është koha ideale që njeriu më shfrytëzoj ashtu siç ka qenë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku tregohet për to se domethënë çdo vepër të tij e ka shtuar në muajin e Ramazanit. Atëherë Hoxhë, pse të jemi bujar dhe pse pikërisht bashkë në Ramazan të kemi më shumë parasysh çështjen e bujarisë? Po fillimisht bujaria është një vlerë e madhe të cilën e posedon njeriu. Edhe një personalitet i dikujt nuk mundet me qenë i plot, nuk mundet me qenë i mirë nëse në veten e tij nuk e ka të mbjellur bujarinë. Për arsye që Allah subhanahu wa taala ka folur në shumë vende në Kur'an për bujarinë, edhe i ka cekur se Allahu i do ata. Duke thonë në shumë vende ka përsërit inna Allaha yuhibbul muhsinin. Me të vërtetë Allahu i don ata të cilët bëjnë mirë. Prandaj njeriu gjithmonë duhet me qenë në kërkim që me mposhtë nefsin e tij, ose me mposhtë kooperacinë e tij, me sfidu veten në mënyrë që mu tregu sa më bujar. Pastaj ne jemi bujar në Ramazan, apo s'paku duhet të jemi bujar në Ramazan, për arsye se Allah subhanahu wa taala me robërit e tij tregohet bujar. Do të thotë ka shumë gjëra të cilat lidhen në muajin e Ramazanit, edhe çdo hadith i cili flet për vlerën e Ramazanit faktikisht na tregon bujarinë e Allahut me neve, çish ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kur të vijë muaji i Ramazanit, do të thotë Allahu sufidati shayatin wa maradatul jinn, prangosen apo lidhen shejtanët edhe gjindet e këqij, edhe do të thotë mbyllen dyert e zjarrit, edhe nuk mbetet hap asnjë prej tyre, gjithashtu hapen dyert e xhenetit, edhe nuk mbetet mbyll asnjë prej tyre, edhe do të thotë thirr një thërs, thotë ya baghi al-khairi aqbil, o kërkuesi së mirës, afrohu, do të thotë afrohu tek veprat e mira. Dhe gjithashtu ya baghi ash-sharri aqsir, o kërkuesi së keqes, ndalo nga punët e këqija. Kjo e tregon një lloj bujarie nga Allahu subhanahu wa taala. Pastaj gjithashtu nga bujaria e tij është mësimet që i marrim në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku thuhet për shembull hadithi men sama ramadane imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbin. Kush e agjeron Ramazanin, apo në një transmetim tjetër për natën e Kadrit, kush ngritet natën e Kadrit me bindje me besim të plot edhe me shpresë në Allah subhanahu wa taala, i falen atij mëkatet e kaluara. Padyshim që kjo tregon një lloj bujarie nga Allahu subhanahu wa taala që e ka veçuar vetëm për muajin e Ramazanit.
Pastaj nga bujaria Allahut subhanahu wa taala është se Allahu liron robërt e tij nga zjarri i xhehenemit. Duke thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith, "Walillahi utaqa'u minan nar wa dhalika fi kulli layla." Thot dhe Allahu liron robërt e tij nga zjarri i xhehenemit dhe kjo ndodh në çdo natë. Pastaj ndoshta më së miri që mund ta kuptojmë bujarinë e Allahut subhanahu wa taala është në hadithin e Ramazanit ku Allah subhanahu wa taala i ka tregu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që për çdo vepër të mirë Allahu e shumëfishon shpërblimin e tij deri në 10 fesh, e ajo mbrin deri në 700 fesh. Pastaj vazhdon hadithi thot illa as-sawm, përveç agjerimit, fa innahu li wa ana ajzi bihi, sepse dhe përveç agjerimit ai është i imi, është enkas dhe unë shpërblej për të. Do thot shpërblimi i tij është pa hesap në muajin e Ramazanit, për atë edhe bujaria e njeriu duhet të jetë më e madhe. Pastaj prej bujarisë së Allahut është gjithashtu vendosja e natës së Kadrit pikërisht në muajin e Ramazanit. Pasi Allahu ka mundur të zgjedh muaj të tjerë për ta vendosur natën e Kadrit se një prej natëve më të mëdha, ç'është thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith, fihi lejletun khairun min alfi shahr, men hurima khayraha faqad hurim. Thot gjithashtu në të është një natë e cila është më e vlefshme se 1000 muaj, apo siç ka ardhur në Kur'an, Lejletul Qadri khairun min alfi shahr, më e vlefshme se sa 1000 muaj. Kush privohet nga mirësia e saj vërtet është privuar. Andaj vendosja e natës së Kadrit në muajin e Ramazanit e ka një domethënie. Do të thotë tregon një bujari të madhe për shkak që shpërblimi i saj është i madh, por gjithashtu edhe njerëzit nëse lutin Allahun, Allahu i përgjigjet. Për këtë edhe njeriu duhet që në këtë kohë të Ramazanit të reagoj edhe të reflektoj me bujari ashtu siç e ka ndarë Allahu muajin e Ramazanit duke tregu bujari të madhe për robërit e tij. Atëherë hoxha, si ka qenë bujaria e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Ramazan? Padyshim që prej arsyeve më të forta që na bën me qenë neve bujar në Ramazan është pikërisht bujaria e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që e ka tregu në muajin e Ramazanit. Edhe ma bujari njerëzve, do thotë ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka qenë ma fisniko në shpirt, edhe ai ka qenë ma bujar se kur në muajin e Ramazanit. Kështu do thotë janë bashku dy bujari. Është bujaria e Ramazanit dhe bujaria e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas radiallahu anhuma e transmeton një hadith ku tregon për bujarin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku thotë kana ajwadun nas, ka qenë më i miri apo më bujari për njerëzve. Wa ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Edhe më bujar se kur ka qenë në Ramazan kur e ka taku Gjibrilin. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwada bil khair min ar-rih al-mursala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka taku Gjibrilin ka qenë më bujar se sa era e dërguar. Ndërsa kur flet për erën për kuptimin e kësaj fjale, Ibn Hajeri tregon se era e dërguar ndoshta tregon shpejtësinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që e ka pas për të reflektuar në praktik nga ajo se çka e mëson me Gjibrilin apo se çka përsërit me Gjibrilin prej Kur'anit, do thotë nxiton në bujari, nxiton në punë të mira në Ramazan. Pastaj kur flasim për bujarinë e tij, duhet me pas parasysh që bujaria e tij nuk kufizohet vetëm në një gjë. Po bujaria e tij është e shpërndarë ndoshta edhe në dhënien e dijes, gjithashtu në dhënien e pasurisë, në dhënien e vetes së tij për Allah subhanahu wa taala, duke i udhëzuar, duke qenë sebeb që me i udhëzuar njerëzit në rrugën e drejtë, ose duke ia mësuar njerëzve fenë e tyre, apo edhe duke i sjell dobi të ndryshme popullit e tij, qoftë duke i larguar ata nga ndonjë uri e caktuar apo duke i përmbushur nevojat e tyre. Në një hadith ku i shfaq vlerat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe bujarinë e tij, thuhet se masu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shay'an faqala la. Thot nuk është pyet asnjëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ndonjë gjë, ai të ketë thënë jo. Do thotë gjithmonë ka qenë i gatshëm që me dhuru ato çka ka apo me ndihmu njerëzve në çfarëdo forme. Gjendja e tij është përshkruar edhe në një varg poetik
ku poeti thot ma qala la illa fi tashahhudihi, thot nuk ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jo asnjëherë përpos në uljen e tij në tashahhud, kur ka deklaru duke thonë la ilaha illallah, nuk meriton të adhurohet askush tjetër përpos Allah subhanahu wa taala, laulat tashahhudu kanat la'uhu na'am. Thot mos të kishte qenë tashahhudi i tij, joja e tij kishte më qenë po. Për shkak të do thot asaj që kanë nxitu gjithmonë edhe ka reagu gjithmonë me ndihmë ndaj atyre që kanë pas nevojë. Pastaj Ibn Rajabit tregon se bujaria e tij është shumë fishu në muajin e Ramazanit, më shumë se sa në muaj tjerë, edhe gjithashtu prej mësimeve që mundemi ndoshta mi marr prej kësaj është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk është që ka pas shumë, mirë po ka dhënë shumë. Ndoshta ne në kohën e sotit kemi shumë, mirë po japim pak. Për atë do thot bujaria pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sidomos bujaria e tij në Ramazan duhet me qenë shembulli ideal për neve, në mënyrë që na me shtu ato në muajin e Ramazanit. Vazhdojmë tutje me emisionin, si mund të shprehet bujaria në Ramazan dhe cila është forma më e mirë? Fillimisht bujaria ndoshta shprehet në formën më të mirë duke dhënë sadaka. Mirë po para se gjithashtu njeriu duhet me pas parasysh në veten e tij që jo çdo gjë që është madhështore është e pranuar tek Allah subhanahu wa taala. Do të thotë shumë vepra munden me qenë edhe më të vogla, mirë po ajo se çka duhet njeriu me pasu apo me ndjek në punët e tij është sinqeriteti me Allah subhanahu wa taala. Prandaj dhënia bujaria në Ramazan shfaqet pikë pari duke dhënë sadaka, duke mos i harru ata të cilët kanë nevojë, ata të cilët ndoshta në sofrat e tyre në iftare nuk kanë se çka të shtrojnë, apo ata të cilët kur vije koha e Bajramit nuk kanë se çka të veshin apo me çka të gëzohen. Prandaj njeriu do të thotë duhet me reagu duke dhënë sadaka në forma të ndryshme. E rëndësishme është që njeriu me di që një ditë ka me mbaru gjithçka çka ai e ka në pronësi. Edhe ka me ardhur koha kur ka me pas nevojë që me i thot vetes se ti as sikur të kisha dhënë ata se çka kam pas. Do thot Allah i madhruar në Kur'an thot wa ma tuqaddimu li anfusikum tajidu min khairin tajiduhu inda Allah. Dhe jo çfarë do të mire që e bëni për shpirtin e juaj, ato keni me gjetë Allahu. Do thot njeriu duhet me nxitu në dhënien e sadakas, në dhënien e pasurisë së tij, pasi kjo është ajo depozita më e mirë që njeriu e bën për veten e tij. Ashtu siç përcillet nga brezat e mëhershëm të Islamit, kur ka ardhur Ramazani ka thonë që erdhi ai që fshin me katet, prandaj lirojeni dorën. Ndërsa prej formave më të mira të dhënjes, padyshim që është dhënia e saj në mënyrë të fshehtë, duke mos e shfaqur ato para njerëzve, duke mos u lavdruar për to, po gjithashtu duke ruajtur veten nga syfatësia, por gjithashtu edhe duke e ruajtur ato të cilët i jep nga turprimi. Ndoshta mundet me qenë një person që mundet mu turpru të marrë prej dikujt. Prandaj ta bëjnë në mënyrë të fshehtë, ashtu që thot Allah në Kur'an wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. E ju nëse i jepni ato fshehurazi dhe i jepni për fukarat, kjo është më e mirë për juve. Gjithashtu Allah në Kur'an thot ja ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. O ju që keni besu, mos i shkatërroni sadakat e juaja me përmendje edhe lëndim, duke ja përmend atyre që i jep ato se çka ja ke dhënë apo duke i lëndu në forma të ndryshme. Ndërsa prej formave tjera se si duhet të shprehet bujaria në Ramazan, është edhe dhënia e zakatit. Njeriu vazhdimisht duhet me qenë në kërkim të kohës më të mirë për të kryer veprat e mira. Prandaj zakati e dim se është prej kushteve kryesore të fesë islame, andaj dhënia e zakatit në kohën e Ramazanit është në një shkas që me arrit një shpërblim të madh. Prandaj preferohet që shumë njerëz të cilët e japin zakatin ta caktojnë kohën e dhënies së zakatit në muajin e Ramazanit në mënyrë që të arrijnë shpërblimet e mëdha. Pastaj prej formave të cilat simbolizon apo duhet të jetë bujaria e njeriu është edhe ajo se çka është e përhapur në vendin tonë edhe në vendet e gjithë muslimanëve me shtrimin e iftareve apo ftesat e familjarëve të ndryshme apo shoqërisë të ndryshme në shtëpitë tona, duke i shtruar iftare, siç ka thënë e Zuhri,
dietari i madh ka thënë se në Ramazan spikasin dy gjëra, dy adhurime, leximi i Kur'anit edhe shtrimi i ushqimit për agjëruesit. Prandaj ftesat e ndryshme që i bëjmë në Ramazan, qoftë për familjar, qoftë për shoqërinë rrethin e gjerë, është shumë e rëndësishme që këto tradita mos me humb, pasi përpos shpërblimit të madh që kanë, është gjithashtu një lloj garantie për shtimin e bereqetit në shtëpitë e tyre. Prandaj duhet më mundu që sa më shumë me vazhdu këtë traditë, edhe me thirr njerëz sa më shumë në iftare, apo u përgjigj ftesave për iftare, për arsye që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur tregon për vlerën e shtrimit të iftarit për dikën tjetër, thot men fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghayra annahu la yanqusu min ajri sa'imi shay'a. Thot kush e ushqen ose i ofron agjëruesit ushqim, do ta ketë shpërblimin sikur të agjëruesit, vetëm sa atij nuk i paksohet asgjë nga agjërimi i tij. E kush nuk ka nevojë që përpos shpërblimit të tij për agjërim ti fitoj edhe shpërblimet e agjëruesve të tjerë, vetëm ndoshta me një ftesë që e bën me disa musafir që i kanë shtëpinë e tij, apo një iftar që e shtron. Për këtë arsye, Ramazani është koha që njeriu duhet me garu vepra të mira. E një prej veprave që njeriu duhet me garu është edhe shtrimi i iftarëve për të tjerët, me tregu bujarinë e tij në shtrimin e iftarëve ndaj të tjerëve. Gjithashtu, sadakaja në Ramazan nuk kufizohet vetëm me dhënien e pasurisë. Mirë po gjithashtu njeriu mundet me u tregu bujar duke i ofruar dikujt ndonjë ndihmë të caktuar, apo duke ju ofruar atij për ndonjë nevojë që e ka, pasi gjitha këto hyn në atë projektin e madh e cila e quhet bujaria, dhe për gjitha këto është një shpërblim i veçantë. Pasi muaji i Ramazanit është i veçantë dhe shpërblimet në të janë të veçanta. Allah ju shpërbleft, atëherë hoxh, si të ndaj njeriu Ramazanin e mes adhurimit dhe solidaritetit? A duhet të jenë të ndara, apo njeriu mund të bashkojë mes dy të mirave? Padyshim që këtu nuk ka asnjë problem që këto dy të mira të bashkohen në mes veti, sepse ai që ka edhe ka zemër të pastërt edhe dëshiron që me tregtu me Allahun subhanahu wa taala, nuk i merr kohë dhënia e lëmoshës. Përkundrazi, pas adhurimit të tij shumë lehtë ai mundet me pasu ato me ndonjë lëmosh apo me ndonjë prej formave të bujarisë. Mundet me ndoshta atë lëmosh në pjesë më të vogla që shpesh herë pas adhurimeve të tij ta pasoj ato me lëmosh në mënyrë që të jetë do të thotë si lloj falënderimi ndaj Allahut subhanahu wa taala për mirësitë që ja ka dhënë. Fillimisht për pasurinë që ja ka dhënë, por gjithashtu edhe për që ja ka mundsu mi kry ato vepra të mira, pasi që edhe ashtu preferohet që pas ibadeteve njeriu të vazhdojë me punë të mira, në mënyrë që ato të jenë edhe shkak për pranimin e asaj vepre, mirë po gjithashtu edhe bamirësia mundet me qenë shkak pas një adhurimi të veçantë, pas agjërimit, pas faljes së taravive, e kështu me radhë, ose pas leximit të Kuranit, nëse njeriu jep, mundet që me qenë shkaktar dhënia e kësaj lëmoshe, që më u pranu te Allahu ai adhurim në formën e saj më të mirë. Pasi padyshim ne kemi mangësi në adhurimet tona, kështu që nëse ato i pasojmë me dhënjet lëmoshës, apo duke u tregu bujar në ato se çka Allahu na ka dhënë, padyshim që është shkaktar që me u plotsu adhurimi. Pastaj bashkimi i agjërimit edhe sadakas apo i çfarëdo lloj bujarie tjetër është një shkaktar për futjen e njeriut në xhennet, sepse siç transmetohet nga Aliu radiallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në xhennet ka dhoma, pjesa e jashtme e të cilave shihet nga brenda dhe pjesa e brendshme shihet nga jashtë. Qalu liman hiya ya Rasulullah, kanë thënë për kën janë këto o i dërguari i Allahut? Liman tayyib al-kalam wa at'ama at-ta'am wa adama as-siyama wa salla bil-layli wan-nasu niyam. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ato janë për ato që flet mirë, ushqen të tjerët, vazhdon agjërimin edhe falet natën kur njerëzit flen. Gjitha këto cilësi gjenden në Ramazan, sepse njeriu do të thotë përpos agjërimit që e bën,
ja bashkangjet atij edhe namazin e natës, sadakan, fjalën e mirë, takimin me njerëz të mirë, pasi gjithashtu agjëruesi ndalohet edhe nga fjalët e kota, edhe do të thotë këto cilësi të njeriu munden me qenë me u bashku bashkë me agjërimin e tij edhe me qenë një formë sa më e plotë e agjërimit. Padyshim që njeriu i cili agjeron ka të meta, tregon mangësi edhe falja mëkateve përmes agjërimit kushtohet me rujtjen nga ato gjëra nga cilat njeriu duhet më rujt. Gjitha këto mund të bëhet shkaktar sadakaja apo mirësia e tij që e tregon me të varfrit, mirësia e tij që e tregon me të tjerët, munden me qenë shkaktar që me u plotësu agjërimi i tij edhe me qenë si pastrim për agjëruesin, ashtu siç është pastrim sadakaja e fitrit në fund të Ramazanit, ku e dim se ajo do të thotë është prej shkaktarëve që me u pastru agjërimi prej çfarë do lloj mangësie që e kemi pas gjatë gjithë muajit. E kundërta e bujarisë apo bamirësisë është kooperacia. Pse ndodh kjo në Ramazan ku në fakt i dim shpërblimet e mëdha që Allahu garanton për bamirësit? Ka shumë faktorë që ndikojnë. Mirë pa ajo që duhet me pas parasysh ne është që njeriu nëse është kooperac zakonisht është edhe jashtë Ramazanit, jo vetëm në Ramazan, për ata na jemi të urdhëruar që me u largu prej kooperacisë, edhe me sfidu veten duke dhënë, në mënyrë që me qenë prej atyre prej bujarëve apo prej atyre që bëjnë mirë. Allah subhanahu wa taala në Kur'an thot inna Allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura alladhina yabkhaluna an-nasa wa ya'muruna bil bukhl. Thot Allah me të vërtet nuk i do ata të cilët krenohen edhe lavdrohen, të cilët janë kooperac, janë dorë shtrënguar, po gjithashtu kërkojnë edhe nga të tjerët të jenë të tillë, të jenë kooperac. Prandaj në çfarëdo gjendje, sidomos në Ramazan, njeriu duhet me luftu kooperacinë e tij, me shfrytzu muajin e Ramazanit që ta sfidoj veten që ta largoj këtë vest të keq, duke luftu nefsin e tij me dhënie të vazhdueshme të sadakas, gjithmonë duke llogarit në shpërblimet e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj prej faktorëve që padyshim ndikojnë është edhe frika ekonomike, duke disa njerëz ndoshta llogarisin Ramazanin si një prej kohëve ku njeriu shpenzon shumë, blen shumë për familjen e tij, në mënyrë që me kalu sa më mirë Ramazanin, edhe i duket që nuk i mbetet diçka më shumë për lëmosh apo për me ndihmu të tjerëve. Padyshim që njeriu duhet me menaxhu pasurinë e tij, duhet me pas primare shpenzimin për familjen e tij, mirë po gjithashtu duhet me mundu që sa më shumë që të kenë mundësi ta ruaj një pjesë të pasurisë së tij, sidomos në muajin e Ramazanit, që ta shpenzojë ato edhe për të tjerët. Ta jap si lëmosh për njerëz që kanë nevojë, në mënyrë që edhe të tjerët të gëzojnë ato mirësitë të cilat i ka njeri, pasi që frika që mundet me pas njeriu ndoshta në për shpenzimin e pasurisë për lëmosh apo diçka tjetër, mundet mu lidh edhe me besimin e tij direkt. Do të thotë ne jemi të obliguar që me pas besimin e plot në furnizimin e Allahut subhanahu wa taala, prandaj duhet me kriju si bindjen vetët tona që çfarëdo shpenzimi që e bëjmë tek Allahu ruhet, po përpos kësaj kthehet shumë fesh, ndoshta edhe në këtë botë me të mirat e Allahut të shumta. A ka forma të tjera më moderne të bujarisë, apo patjetër që të llogaritet një sadak duhet të jetë nga dora e njeriu? Gjithsesi çfarëdo lloj forme që njeriu e zgjedh për dhënien e sadakas, me emrin e Allahut, nëse ajo është e pastër prej syfatësisë edhe gjithashtu ka sinqeritet me Allahun subhanahu wa taala, është e pranuar tek Allahu, qoftë ajo online, qoftë ajo me dorë direkt, apo qoftë edhe në mënyrë indirekte, duke ndihmuar në nisma të ndryshme, pasi gjithashtu prej bujarisë është që njeriu të kontriboj apo të nis punë vullnetare apo projekte të ndryshme, edhe nëse ai nuk mundet me kontribu me trupin e tij, ndoshta mundet me nis një projekt të hajrit apo një projekt të mirë, po gjithashtu njeriu mundet që me ndihmu materialisht, mirë po nuk mundet me kontribu me trup. Andaj gjitha këto me emrin e Allahut janë të pranuara tek ti, pasi tek Allahu e shikon sinqeritetin e
asaj vepreve, jo formën e saj, gjithsesi se forma duhet të jetë në mënyrë halal dhe bujaria duhet të jetë për gjëra të lejuara, mirë po të themi se është e kufizuar vetëm që të bëhet sadaka me dorë apo në mënyrë direkte, atëherë nuk mund të themi kështu, pasi njeriu ndoshta mundet me një postim të shkurtër në rrjetet e tij sociale duke kërkuar diçka prej njerëzve për sigurimin e ndonjë vend banimi për dikënd, apo për sigurimin e ndonjë veshmbathje, apo diçka tjetër, me arrit aq shumë të madhe të paras, saqë të kontribuojë ta kryej atë projekt, ndoshta duke mos dhënë kur gjë prej pasurisë tij, mirë po vetëm nisma e tij mjafton që ai me qenë pjesë e atij shpërblimi, apo me qenë pjesë me tregu bujarinë e tij që ka për të tjerët. Prandaj gjitha këto me emrin e Allahut tek Allah do të jenë të pranuara, edhe do të kenë sukses edhe do të ruhen tek Allah subhanahu wa taala, ku e mira kësaj është që do t'i gjejmë ato në ditën e gjykimit, ditën kur më shumë të kemi nevojë për to. Dhe pyetja e fundit për këtë temë, qenë se tema është e gjerë, mirë po kaq kishim kohë dhe hapësirë, si mund ta ruajmë bujarinë edhe pas Ramazanit? Një prej problemeve ndoshta, nëse mund të jem gabim, të muslimanëve të sotshëm është që bujarinë, devotshmërinë e shumësanit e tjera i kanë gjatë Ramazanit në kulm, mirë po pastaj me ditën e parë të Bayramit disi sikur na lëshon betaria dhe kthehemi në normalitetin e para muajit të bekum Ramazan. Është shumë e vërtetë, ky problem nuk është vetëm në çështjen e bujarisë, do thotë është sikur në aspektin në çështjen e leximit të Kuranit apo faljes namazit natës, do thotë çdo lloj vepre të mirë që njeriu e bën në Ramazan e ka problem që me vazhdu ato jashtë Ramazanit. Për këtë arsye e vrejmë që Ramazani ka një atmosferë të veçantë. Edhe do thotë njeriu e ka shumë më të lehtë, ndoshta për shkak të atmosferës së përshtatshme që Allah ja ka përgatit robërve të tij në Ramazan, është edhe kjo, për arsye që njeriu e ka më të lehtë me arrit tek veprat e mira. Mirë po prej veprave të cilat do thotë din me qenë të vazhdueshme dhe afatgjata zakonisht janë veprat e vogla. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka tregu duke thonë ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qall. Thot veprat më të dashura tek Allahu janë ato të cilat janë të vazhdueshme edhe nëse janë të pakta. Prandaj Ramazani është ai muaj i cili njeriu ja vlen me punu sa më shumë, me shpenzu sa më shumë në mënyrë që me kap atë ofertën e madhe të Allahut subhanahu wa taala për shpërblimin e tij të madh. Mirë, po pas Ramazanit njeriu edhe nëse e ul nivelin e tij të bamirësisë në këtë rast, me kusht që ajo punë të jetë e vazhdueshme, me emrin e Allahut është një punë e mirë. Për arsye që nëse ne bëjmë diçka qoftë të vogël, mirë po synojmë me këto që me jashtu jetë gjatësinë e asaj veprave, është një vepër, është një punë e mirë cilën mund ta bëjmë. Gjithashtu shumë njerëz ndoshta duke i nënvlerësu punët e vogla, arrin pastaj një nivel të cilën nuk bojnë as veprat vogla, po as veprat mëdha. Për vetëm në arsye që do të thotë i nënvlerësojnë ato. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mëson ndryshe, duke thonë la tahqiranna min al-ma'rufi shay'a, thotë mos e nënvlerëso asnjë vepër të mirë. Pastaj vazhdon hadithi ku thotë edhe nëse ajo punë që me taku vllahun e ton duke qenë me fytyrë të buzëqeshur. Prandaj Islami i ka dhënë rëndësi të madhe edhe punëve të vogla. Kjo është ajo mirësia që na jep Islami, po gjithashtu që na duhet neve me pasu këto edhe pas Ramazanit, në mënyrë që mos me humb shpërblimin e Ramazanit duke u ndal dhe duke mos vepru as vepra të mëdha as të vogla pas Ramazanit, mirë po të jemi të vazhdueshëm. Nëse njeriu ka mundësi që të vazhdojë me punë të mëdha, me bamirësi të madhe dhe pas Ramazanit, padyshim që kjo është shumë e mirë. Mirë po nëse njeriu friksohet se puna ti bamirësia ti do të ndalet nëse vazhdon me këtë tempo të sadakas, të bamirësisë apo të mirësisë së tij, atëherë më e mirë për to është që me ul nivelin e asaj bamirësie apo me ul nivelin e atyre punëve, mirë po me vazhdu edhe 11 muaj tjerë duke e adhuruar Allahun me vepra të ndryshme, qofshin ato të vogla, mirë po duke qenë të vazhdueshme, në mënyrë që Ramazani tjetër me na gjet sa më të përgatitur,
edhe sa më të gatshëm që përsëri me pas edhe një fillim të fortë, edhe një shfrytëzim sa më të madh të këtij muaji. Prandaj këshilla ime e fundit është kjo që njeriu në Ramazan të synoj sa më lart, të ngritet me bujari, me sadaka, me dhënje të lëmoshës në çfarëdo forme, ndërsa pas Ramazanit të vazhdoj qoftë edhe me një nivel më të vogël, mirë po të jetë i vazhdueshëm sa të ketë jetë njeriu. Atëherë Hoxha, Allah shpërblet që ishe pjesë e këtij misioni, duke shpresuar që të takohemi edhe herat e tjera, suksese të mëtejme. Faleminderit për ftesën, Allah ju shpërblet. Të nderuar miq, kaq për sot, takohemi në emisionin tjetër. Ju vazhdoni edhe më tutje të qëndroni me programet RTI-s. Asalamu alaikum.